أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala, qysh I përket lart madhërisë së tij. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, edhe me te jemi në surat al-Hadid në kapitullin e hekurit, apo hekuri. Kuj madhe Allah të bareke wa ta'ala, pasi që në ajetet e sipërme, të rgoj realitetin e dynjas, e pasaj nëzitin, kur ajoj, që njerëzit të garojnë në punë të hajrit, në takballok, në devotshmëri, në veprat të cilat kanë çmim, paguhen shumë për të fituar kënaqësinë, razinë e të madhit të Allah Azza wa Jall. Nxitin kur ajoj për të pasuar e besuar pejgamberët e Allahut për të ndjekur rrugën e tyre. Tani Allahu I madhruar tregon se ai dërgoi pejgamber dhe ata I shoqërojnë me argumente, fakte, me mrekulli, me libra qiellor. U azbrit atyre edhe drejtësinë, I urdhëroi që të gjykojnë drejt, në mënyrë që drejtësia e Zotit të dominojë në tokë, e që rrjedhimisht njerëzit të jetojnë me dinjitet. Të shkojmë tek detajet e ajetet respektivisht të kuptimi e ajetet më në detaje, për dhe ajeteve tjera që na vinë me pas. E të shohim se çfarë na thotë I madhi Allah te bareke ve teala, duke lutur lartmadhërinë e tij për bereqet, lehtësim, sukses. Thotë Allahu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad arsalna rusulana bil bayinat. Ne dërguam të dërguarët e tanë bil bayinat, me shenja të qarta. Të dërguar pejgamber. Zgjedhëm për juve ju njerëz, mate për fillimit dynjas. Zgjedhëm për çdo populli njerëz, të cilët I bëm, I shpallëm të dërguar pejgamber. Dhe ata pejgamber I shoqëruam me shenja të qarta, bil bayinat, me argumente të qarta, bindëse, edhe
të padiskutueshme, të pamohueshme, të cilat e bindin çdo njeri që do ta pranoj të vërtetën se këtë që ka pejgamber dhe se misioni i tij, mesazhi i tij është prej Allahut të madhruar. Pra kjo është dërguari i Allahut, edhe se duhet besuar mesazhin qiellor, të cilin po va përcjell njerëzve prej Allahut të lartësuar, dhe se Allahu është një i vetëm i cili meriton të adhurohet, të madhrohet, dhe jo idhujt e statujat që shë adhuranin popujt që nga koha Nuhit alayhi salam. Wa anzalna ma'ahum al-kitabe. Atyre të dërguarve, pejgamberve, që i përzgjedhëm ne, Allahu përzgjedh kanë të danë, i shoqërua me mu'gjize mrekulli. Kushdo pejgamberi dha Zoti mrekulli mu'gjize, me të cilën në sfidan gjeneratën e vetë. Fakte dhe argumente bindëse për profetësin pejgamberllokun e tina. Për pas mrekullive mu'gjizve, Allahu i ka shoqëruar edhe me libra, veç edhe librat janë mrekulli tjetër mu'gjizën veti. I shoqërej me libra, me mesazhe qiellore. O el mizan, po edhe me peshoj. El mizan është peshoja, peshoja që matë. Peshoja që matë, pavarësisht a matë gjëra konkrete, materiale, apo abstrakte, metafizike. Për ata themi ne, peshoj gjërat, peshoj drejt. Të s'ki peshoj, por gjëka drejt, vepra drejt. E këtu është për qëllim drejtësin. Pra, o a kemi zbritur atyre të dërguarve pejgamberve, që tapin librin, mesazhin qiellor dhe drejtësinë, që bie i kemi urdhëruar ata pejgamber të besojnë drejt, të veprojnë drejt, të gjykojnë drejt, të mësojnë njerëzve këtë drejtësi. E drejtësia është emën i përgjithshëm që përfshin çdo gjë në jetën e njeriut, duke filluar nga çështja e besimit të drejtë në Allahun e madhruar, deri tek të vepruarit e drejtë, e që është adhurimet e ibadetet që ja drejtojmë të madhit të Allah, pra në raport me Zotin. Pastaj me vepruar drejt me krijesat e Zotit. E kjo me vepruar drejt me krijesat e Zotit përfshin krejt jetën e njerëzve. Vepro drejt me farefisin tënd, para tyre me familjen tënde. Vepro drejt me shoke me miq. Vepro drejt në shit blerje në transakcione. Vepro në drejt në të gjykuar kur gjykoni mes njerëzve, o ju njerëz. Pra drejtësia duhet të jetë slogan i pejgamberve ka qenë, dhe duhet të jetë slogan i njerëzve në këtë dynja për të funksionuar. Jeta e njerëzve se që dohet. Për të pasur njerëzit dinjitet, për të jetuar qetë dhe lumtur, pavarësisht a janë të pasur, a të varfur, a janë mbretër, a janë popullat, mos e gjerë, a çka do qofshin. Me drejtësinë e Zotit, njerëzit e jetojnë jetën e tyre. Dinjitet shumë. Ai cili punon me këto parime, ai gjithsesi do të jetë i lumtur në këtë dynja para se me qenë i lumtur në ahiret. Dhe subhanallah, po kjo është slogani, kjo është shariati i krejt të dërguarve të Allahut. Kjo është feja. Kjo është feja. Thuaj ndryshe. Atje besim të shëndosh në Allahun, pejgamber të Allahut. Këtu drejtësi me pas një jetën e përditshme në çdo gjë. Sepse pa drejtësi nuk ka mbërqenje. Ku pëzëllohet drejtësia, vije zullumi, vije pa drejtësia. Vije shkelja në vend të saj shkelja të drejtave të njerëzve, edhe nëse veprojnë të partë të ty, nëse ne jemi duke vepruar drejt, se që është sot. Për atë arsye nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori, që se jemi duke provuar, e jetuar, por edhe të kaluarën,
që të pezullohet ndonjëherë, ajo është pezullu pa ndërprerje në vazhdim, që të pezullohet mesazhi qiellor, respektivisht drejtësia e Zotit të devijon, të del nga binaret e sajna, e që mos të vijen vend të saj zullumi, mizoria, padrejtësia, shkelja drejtet e njerëzve, torturat, masakrat e tjera, të cilat u kanë bërë njerëzve, o janë bërë njerëzve me mira vite më herë dhe se të bëhen njerëzve. La ilaha illallah. I madh është mesazhi qiellor. E madh është feja. Dhe kështu është këtë feja. Të gjitha legjislacionet Allahu këtu po thotë të gjithë rusulena, krejt pejgamberët tonë e kanë pasur këtë mision, e kanë pasur këtë slogan, me besuar drejt, me gjykuar drejt, me vepru drejt, me usill drejt, pavarësisht, madje edhe nëse drejtësia është kundër teje, apo kundër të afërmeve, të dashurve të tu. Sepse drejtësia është më e madhe se sa çdo gjë tjetër. Madje se sa vetvetja jote. Për ata burrat e drejtë, thënë mirë e ki, edhe nëse i bje kundër vetë. Thëtë mirë e ki ti, unë kam gabim. Për drejtësia kjo. Nejse, shkojmë tutje sepse kemi bukur gjatë për të folur. Pra Allah i madhruar thëtë, dhe ne e zbretëm, i shoqëruan pejgamberët me mrekullim o gjëze, me argumente qarta, o zbretëm atyre librin e shajt, libra, aran. Në mesin e tyre ka të libra të mëdha, Tevrati, Zeburi, Injili dhe Kurani. U zbritëm atyre drejtësinë, respektivisht nizamin i urdhëruan të veprojnë me drejtësi, të përhapen me drejtësi, të gjykojnë me drejtësi, edhe të mësojnë, të edukojnë njerëzit se slogani jetës së tyre duhet të jetë veproni, gjykoni mes njerëzve me drejtësi. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Dhe ne e zbritëm edhe hekur, në të cilin ka forcë edhe dobi në të për njerëzit. Dhe ne e zbritëm hekur, në të cilin ka dobi, ka forcë, fihi besun, bes është forcë, hekuri ka forcë, hekuri vret, të shpan, mbyt. Por ka edhe fuqi, edhe dobi për njerëz, o menafiu linnas. Shumica absolute ulemave të tefsirit kanë thënë se qëllimi e ajetit është anzalna ey awjadna. E kemi krijuar, e kemi zbritur, pra e kemi krijuar hekurin. Ku Allah i madhruar po potencon, po përmend njerëzve. Këtë dhëmtit madhe, jashtë zakonisht madhe, për nevojat e tyre në dynja. Pasi që më lartë, u përmendi atë që është e më nevojshme, e që është shpallja qiellore. Është besimi shëndosh, është besimi në pejgamber, besimi në kitabe, është të gjykuarit, të besuarit, të vepruarit të drejtë. Ama, këto janë për çështje shpirtërore, e për çështje materiale, e për dobi të kësaj dynjaje, që Zoti neve na ka sjellë në te, a kemi zbritur hekurin. Ne kemi bërë një prej elementeve, faktorëve, skajshmërisht të nevojshëm, të domosdoshëm për jetën e njerëzve tonë. Ku në këtë hekur kemi sjellur forcë, e kemi mësuar njeriu se si të punoj me këtë hekur, se ta nxjerr, ta përpunoj hekurin, dhe kemi cekur atë kër kemi folur për Davudin alayhi salam, se si Allah e ka mësuar Davudin me përpunoj hekurin, po ka pasur para Davudit hekur ka qenë i njohur. Pra Allah e ka mësuar njeriu që ta nxjerr këtë metal.
Ani pse Ibn Atije thot, është sekur hekri, por për qëllime në të gjitha mineralet. Të gjitha mineralet. Sa janë të nevojshme për jetën e njeriut. Në te kemi sjellur forcë. Pra kemi bërë atë të nevojshëm për ta përdorë fuqinë forcën jo në rast nevoje. E që në kupton me të pradhoni jo shpata, thika, shtiza, mbroje, të hekurit. Arën, dhe mbroni dinin, dhe mbroni vatanin, mbroni popullin, mbroni nderin, mbroni gjakun, pe kriminalve. O menafjo, linnas, po edhe në te kemi sjellur dobi tjera të përgjithshme për njerëzit, si ato industriale. Industria në masën dërmuese të saj është bazuar mbi hekurin, mbi metale. Krejt industria, thuajse, është ndërlidhur ngosht me hekur. E njeri unë nuk ka vdek, kur s'ka pas hekur, apo kur s'ka ditë në prodhu. Por jeta ka qenë skajshmerisht të thjesht. Ndërsa, kur është dalë hekur edhe kanë fillu njërës të prodhojnë, e kanë nisë me prodhu maqinerie, me prodhu e gjëra, hajte, deri në kohë të vënshme, edhe teknologji bashkohore, deri të tanket, deri të trenat, lokomotivat, hekurudhe atje, deri makinat e ndryshme atje, deri të kamionat, automobilat, hajte atje, deri të zingjirët atje, me ngrekirën, e shumë gjëra tjera pe hekurit. E anijet atje, dhe qka jo. Pra, më nafi u linnas, e kemi bërë hekurin në te me pas dobi njerëzit. Subhanallah, e kam bjellë Allahun tokë. E kam bjellë Allahun tokë, edhe insani shka në nëzjerë. Dhe me pak pun e përpona, dhe e zhvillon e përparon jetën e tina. Kush e krija i këtë, dhe pse krija i këtë? A shëfë se ka kompletuar Allahu nevojat e njerëzve. Ajo është Zot. Nevojat shpirtërore, psiqike, po dhe materiale. Edhe materiale. Pastaj pa thot Allahu, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. E kemi zbritur hekurin, kemi sjellën të forcë. Kemi bërë hekurin e fort. Anë pse hekurin parim si metal nuk është i fort, por me pas bëhet i fort. E kemi bërë hekurin e fort, dhe ka forcë. Pra, forca sinjalizon luftën, përdorimin e armës, luftë. Sa përdor njërë në figurative, po e përdori forcën. Qëka e bi përdori forcën? Qëka e bjekja? Dëtërohet policia përdor forcë, dëtërohet ushtria, dëtërohet individ, dëtërohet në figurative, unë e dje dhe në ryshe. Pra përdori armen. Pa mërë qështë e ka mirë, se ka mirë, që ata e se nën. E Allahu po thëtë, pra, ndë kemi sjellur forcë, e që cak me herët, ka për qëllim së një prodhimin e armeve. Ta se kohë, po dhe të kohë se tashme, لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. E që mënyri indirekt, në mënyrë që ta di Allahu, apo për të ditur, tek Allahu, se kush e ndihmon Allahun dhe të dërguarin e tij. Për të ditur. Zoti e din, por ti me dit, edhe me dit, na me dit. Se kush e mburrat më dhejt mirë, që nëse në kërkohet për i tyne, me marë armen, respektivisht forcën që ka cekë Zoti këtu me përdor, për me mbrojt dinin, me mbrojt Allahun, se Allahun nuk kanë me mbrojt për mbrojt dinin Allahut, dhe Rusulehu dhe të dashur pejgamber të Allahut, dhe misionin e pejgamberëve të Allahut, ndale mbroj. E që këtë quhet gjihad. Andaj ajeti sinjalizon në ligjshmërinë e përdorimit të forcës, respektivisht të gjihadit në raste kur kërkohet për të mbrojtur
fjalën e Allahut, dinin e Allahut, misionin e pejgamberëve të Allahut, gjenerat pas gjenerate, deri tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pra që të dihet, ta merr vesh Allahu se kush për mbron për nga dhënien dinin e tina, kush o burri madh, kush janë ata burrat më dhej, të cilët nëse kërkohet janë të gatshëm me dhënë jetën e tyre me mbrojtje dinin. U dallu burrat e dhej për të vegjelve, për të ligjeve. Dhe këtë pa Allahun azza wa jall, tebarek taala, bil ghaib, pa Zotin. Pa Zotin. Por e kanë besuar. Dhe kjo është madhështia. Kjo është roli i imanit bil ghaib, i besimin të msheftën në ghaib. Ne shohim e besojmë Allahun sikur se ta kishim pa. Adhurojmë Allahun sikur se ta shohim atë. E nëse nuk e shohim atë, e që ne nuk e shohim, e dim se Allahu na sheh neve, e që është derejja e ihsanit, në ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur se po e sheh, e nëse nuk e sheh, atëherë dije se ai të sheh ty tebareke ve teala. Inna Allaha qawiyyun aziz. S'ka dyshim se Allahu është i fuqishëm. Aziz i plot fuqishëm, qawiyyun i fortë, i pamposhtur. Pra Allahu nuk ka nevojë për juve mbret dinin e vet. O, jo njerëz. Ai më mbron vet. Më mbron e pejgambert e vet pa juve njerëzve. Më mbron librat e veta vet pa juve njerëzve. Sa vështirë ka Zoti. Ama dën ju testu juve, provim për juve, test për juve. Sepse ju do të më kallëzoj që jeni burrat mirë. Që jeni të gatshëm me bë për këtë din. Atë që kërkohet për juve. Për ndryshe, nuk keni nevojë me bë këtë, pra këtë gjihad, për faktin se mbas të mbrojshëm na dini, po desë Zoti nuk ka fëqimi, nuk ka mundësi e fëqimi mi dal krasht i dini. Hashahu, thuhet, s'mendohet ashtu. Jo mëre Zoti ka fëqi që nuk ka kudret Allahu. Pra, mos dëshani në fëqinë e Zotit, ama këto e në ligjet e Allahut, për rëpt e tina, për pasus të pejgamberve, që ata të jenë të gatë shumë në çdo gjë me dhanë për ditë Zotit. Në çdo gjë, nëse nevoja edhe jetën e tyre. Që ta në burra. Që ta në burra. E tani ata ngritë lartë të madhi Allah të bareke wa ta'ala. Kur jemi të kjo ajet koranor, wa anzalna al-hadida, edhe ne kemi zbritur hekurin. Thamë më lartë, se nëse shikojmë librat e tefsirit, prej Imam Taberiut, e të Ibn Kathiri, mes tyne, pas tyne, gjemë se shumica absolute tyne kanë thanë është për qëllim, e kemi krijuar hekurin. Anë pse, ka prej komentatorëve, të cilët kanë thanë o anzalna, e kemi zbritur hekurin nga lartë, ashtu qyshe dhe kuptohet kur ndëgjon këtë ajet koranor, ai i cili kupton gjuhën arabe. Sepse Allahu po thot e kemi zbritur librin, pastaj po e kemi zbritur hekurin. Libri është zbritur prej slarti, mesazhet qellore kanë ardhur prej slarti pe qiellit. Të njëjtën shprehje kemi zbritur, po e përdor edhe për hekurin. Andaj jap e kuptuese edhe hekuri ka zbritur pe slarti, sikur që shpalla që ka zbritur pe slarti. Dhe kështu është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu. Dhe Ibn Umeri cek një hadith, i cili thot, Allahu i madhruar ka zbritur nga qiellin e tokë 4 bereqete apo 4 gjëra të bereqetshme, të begatshme. Hekurin, zjarrin, ujin dhe kripen.
hekurin, zjarrin, ujin dhe kripen. Por hadithin e bën jo vetëm të dobët, por në drejtë të shpifjes e me udhu, Albani Allahu e pas më shëruar në silsile e dhaife dhe në dhaif el gjamje o sagir. Andaj nuk pënohet me këtë hadith. Ibn al-Gjavziu në tafsirin e tij rreth fjalës së Allahut ne e zbritëm hekurin, thot ka dy mendime. Mendimi i parë, atë ka zbritur Allahu nga qielli lart poshtë në tokë me bashkë me Ademin alayhi salam. E që këtë thot Ibn Abasi. Kjo është një mendim, pra ka për ulemave të cilët kanë thonë se hekuri ka zbritur prej së lartë e prej qiellit poshtë në tokë. Mendimi i dytë është se fjala kemi zbritur ka për qëllë kemi krijuar. Por siç thash, nëse shkojmë dhe shikojmë nga ana gjëfsore, anzelna është me zbrit prej së lartë i poshtë. Mund përdoret edhe kemi krijuar, që kanë të komentatorët e Koranit, por kuptimi i parë që flanën vesh është e kemi zbritur. Kështu ka vazhduar tjetë kjo çështje, sikur sa po kemi mesele, sikur se edhe shumë mesele tjera, të cilat i ka cekur, i ka përmendur Kurani para 14 shekujve, por që ulemat islam kanë dhënë mendime, sinjale, ama nuk kanë pasur në shumë raste gjëra të prekura. Por kanë dhënë mendime, e që shumë për ty ne kemi cekur prej fillimit, kur kemi folë në shumë ajete koranore. Tani, ulemat bashkohor këtë të cikin një element shumë të rëndësishëm. Në fakt, në fund të shekullit të kaluar, në gjysmën e 2 të shekullit të kaluar, vitet e 50-ta, 60-ta, ulemat e fizikës e gjeodete, kimiste, të tjerë, kër i kanë studiuar metalet, pas të periorën e tyne, lynë e formimit e tyne, e të tjerë, të hekure janë dalur dhe kanë gjetë një diçka të çuditshme. Dhe kanë thonë, elemente e hekurit, metale e hekurit, me elementet e saj përbërse, apo të tij përbërse, nuk ka mundësi reale, nuk ka mundësi mirë absolute, që të jetë krijuar në tokë. Pse? Sepse për të krijuar hekuri, dohet të jetë një temperaturë qindra milionë gradë Celsius. Madje ky hekur nuk ka mundësi të jetë krijuar as në planetet e yjet e tjera të sistemit tonë diellor, në kryet e tyre diellin. Sepse dielli është ylli i zjarrt, i cili është më i madh dhe ndriçon sistemin tonë diellor, siç thonë astronautët të tjerë. Megjithëse temperatura e diellit, siç thonë ata, parashihet të jetë 6000 gradë Celsius në sipërfaqe të diellit. 6000 gradë. Në bërthamën e diellit brenda, paramendohet të jetë 150 milion gradë Celsius. 150 milion gradë Celsius. Megjithatë, nuk është e mjaftueshme kjo temperaturë për me kriju metali hekurit. Nga se duhet të jetë spaki 4 herë më shumë, mbi 600 milion gradë Celsius. Andaj ka herë dhe kë hekur.
Nuk është i tokës, i ardhën në tokë është. Edhe ka ndarë në përfundim se nuk ka rrugë dalje tjetër, apo nuk ka alternativ tjetër pas që ky hekur në kohërat e lashta, e që bie fjallorin tonë në fillim të dunjas, kur është kriju kjo dunja, kur ende toka ka qenë e butë, dhe është nda për planeteve tjera, yjet të lashta dhe shumë të larta, me temperatura qindra milionëshe të zjarta, kanë shpërthyer dhe në formë të meteorëve të zjartë janë shka përderdhur dhe mira meteorë janë drejtuar drejt sistemit diellor. Por shumica tyre kanë depërtuar planetin tokë për faktin e grativitetit të fortë që e ka toka. E një pjesë shumë e vogël e tyne ka depërtuar në diell, ndërsa një pjesa absolute ka depërtuar në tokë, madje thellë në bërthamen e tokës. Kështu kanë thonë. Kështu që ata kanë thonë se përqindja e hekurit në diell nuk kalon mbi 0.0037%. Pra as nuk është 1%. Përderisa në tokë, përqindja e hekurit arrin në 39.9%. E përbërës e tërë tokës, apo planetit tokë, hekurin tokë, kanë thonë, përqendrohet në bërthamën e saj, ku 90% të përbërës e saj, të asaj bërthame, është nga hekuri. Për të paksuar sa ma afër këndej korës e tokës, paksohet në përqindje, derisa në korën e tokës, apo sipërfaqen që jemi ne mbi te, arrin në 5.6%. Pra sa ma thellë me shku, ka hekur më shumë. Ta në kjo teori e tyne, shkencore, po përpothet shumë ma jetin tonë koranor, me fjallën Allah të anëzëllna dhe ne kemi zbritur. Madje rrëvat them se këta kanë cekur, kanë thonë janë zbuluar edhe gjurë të meteorëve, jenë Australie, jenë Amerike, disa vende, disa 10 kilometra që të mëdha, meteorin shenjat të mëdha që bin tokë, i lënë të vrimat, të cilat kanë ndarë për meteorëve poshtë. Kështu që më hekuri është i jashtëm, i sistemit jashtë diellor, jashtë sistemit diellor, por ardhur dhe zbritur në tokë, e Allah pa thëtë, wa anzalna al-hadida, dhe ne kemi zbritur hekurin. E që përputhet plotësisht me ajetin tonë koranor, dhe që nënkupton se Korani jonë, ashtu sikur se edhe në shumë gjëra tjera, që i cek Korani, natyrisht, e Korani nuk cek çdo gjë që është me shkencë, sepse është që është e shkencës, Korani nuk është libër i shkencës, Korani është libër i besimit, është libër i akides, madje nuk është as libër i ibadetit. Me mësu të qysh me dare qatet, e kur me vonë selam, e kur me bëse vesjegjde, as libër i ibadetit nuk është në detaje. është libër i ibadetit në bazë, via trasha. Per akide, Korani është libër i besimit. Këtë e kemi cekur 10-300 herë, edhe nuk është të tepër të me cek në çdo mezhlis, edhe do të mja kujtu njëri tjetrit, dhe vetë vetës tonë, se o ju njerëz, Korani është libër i akides, libër i besimit, libër i njohshmërisë të madhe të Allah. E tani pse Korani sjell çështje të ndryshme të jetës së njerëzit, duke futur në të një pjesë të madhe të shkencave të ndryshme, ajo është për madhështisë së Zotit, për mëshirës së Zotit, për butësisë së Zotit, për vullnetit të tij që më na dhon material neve dhe shkencëtarëve dhe njerëzve të shtresave të ndryshme, se ky Koran është vërtet prej Zotit
dhe se ky Kur'an e paraprin shkencës dhe se nuk ka mundësi në mënyrë absolute që shkenca të vije në kundërshtim me Kur'anin për jetë. Pra janë ne e kem gabim, sepse se kemi kuptuar mirë ajetin kuranor, që është kjo ajet. Pra nëse të gjithë ulemat, apo shumica e tyre kanë thënë se wa anzalna e kemi zbritur është për qëllim e kemi krijuar, por disa kanë thënë se është për qëllim e kemi zbritur tamam, edhe tash dele vërtet të shkencë e kemi zbritur, o theme aty në dietarëve shumë të nderuar, të respektuar, Allah i pasmëshiruar, por e vërteta po del pak më ndryshe sa që keni thënë ju, e që është vërtet e kemi zbritur, nga se hekri është zbritur, nuk ka mundësi shkencëtarisht të krijohet apo të jetë krijuar në tokë. Pra, ndoshta nëse kemi kuptuar, ndoshta këta se kanë kuptuar. Ama të vi kundërshtim shkenca me fenë, asnjëherë nuk bëhet. Sepse ky libër i Zotit, sepse shkenca çka është? Çka është shkenca? Është zbërthim i zbërthy, proponim i ligjeve të Zotit, zhvillim i ligjeve të Zotit. E ligjet e Zotit janë tina. Kaq, e zbëllën atë ligjet e Zotit dhe konform ty në njëri ju punon me tu. Si puna e hekër që të cek pak më herët. Andaj falenderojmë Allahun për çdo mirësi dhe për çdo begati te bareke ve taala.